Në ambientet e Bibliotekës Publike Thimi Mitko u prezantuan rezultatet e studimit Burimi i Osumit dhe liçeni prej SPSM-dhe, vlerat mjedisore, turistike dhe shëndetësore, zhvilluar në kuadër të projektit kërkimor shkencor, burimet ujore në rajonin e Korçës, zbatuar nga Universiteti Fan Stylianoli në partneritet me shoqatën Korça Alpin dhe me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit dhe Bashkinë Korçë. Ajo që është më interesante është sepse kemi një potencial shumë të madh, ndoshta pres pa njëhet më tepër, është më e promovuar, është ditur në asetet e vlerat e saj. Por më lejo të them që në tek burimi i Osumit ne kemi një kanion që quhet Kanioni i Bredit ose Qafa e Bredit, banorët i thonë Shpella e Pullumbit dhe mund të jetë një aset shumë i bukur dhe atraktiv turistik, i cili në gjykimin tonë dhe gjykimin e specialistëve duhet të marrë vlerën e monumentit të natyrës. Si kanion, po dhe si burim, i cili duhet të mbrohet edhe të jetë i aksesueshëm edhe për vizitorët, duke ruajtur parametrat mjedisor. Pjesë e projektit ishin edhe anketimet me komunitetin lokal për të kuptuar perceptimin e banorëve mbi përdorimin dhe ruajtjen e burimeve ujore, si dhe ndikimin e tyre në shëndet dhe turizëm. Adresimi pyetësorit na bëri të ditur se sa ata jo vetëm ja ta shoheshin informacionet, kërkonin sensibilizim, por kërkonin në të njëjtën kohë dhe një rol të rëndësishëm që duhet luante pushteti lokal. Për sa i përket rajonit Korçës, le të them burimet që ne pam në fshatin e Vithkuqit apo dhe në Bashkinë e Pusecit, vum re se një pjesë e mirë e komunitetit nuk kishte njohje për sa i përket ligjit për zonat e mbrojtura, ndërkohë që Prespa e Madhe është pjesë e parkut kombëtar, kategorizuar në kategorinë e dytë, dhe kjo ndoshta bënte që njerëzit ishin pak skeptik. Studimi ka për qëllim ndërgjegjësimin mbi potencialin natyror dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm në zonat e mbrojtura, pasi këto burime përfaqësojnë jo vetëm pasuri natyrore, por kanë ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë e jetës dhe zhvillimin ekonomik të komuniteteve përreth.